Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga këto 4 sëmundje, mos i fusni në gojë hudhrat, ja çfarë shkaktojnë. Hudhra është një nga ushqimet më të shëndetshme, vetit shëruese të mrekullueshme të cilës sjellin përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore. Njerëzit e kanë përdorur që në kohët e lashta në trajtime të shumë problemeve shëndetësore. Hudhra përmban rreth 400 përbërës aktiv dhe është i pasur me vitamina dhe minerale si adenozin, alicin, aminoacide, fibra vegetale, yndyrna bimore, vitaminën A, vitamin B1, B2, C, hekur, enzim, vajra esencial, jod, kalium, kalcium, selen, squfur dhe fosfor. Pa pavarësisht të gjitha vetive shëruese të këtij grupi të njerëzve, ato nuk duhet të konsumohen në disa situata. Sipas ekspertëve të LSI, do të rendisim rastet ku hudhra nuk duhet të shtohet në dietën tuaj pasi për shkak të efekteve anësore mund të krijojë shqetësime të theksuara në organizmin tuaj dhe mbi të gjitha do të shkaktojë gjithashtu dobësim të rënd të imunitetit. Personat përpara operacionit nuk duhet të konsumojnë hudhra. Nëse do t'i nështrojeni një operacioni në të ardhmen e afërt, rekomandohet të mos konsumoni hudhra për të paktën 2 javë përpara operacionit, pasi siç e dini, hudhra përmban një përbërës të njohur si alicin, i cili mund të ndikojë gjithashtu edhe në hollimin e gjakut tuaj dhe para operacionit, kjo mund të jetë disi e vështirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Gjithashtu, njerëzit me presion të ulët të gjakut nuk duhet të konsumojnë hudhra, pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin e tyre. Ky ushqim i mrekullueshëm do të ulë presionin e gjakut edhe nëse vuani nga tensioni i ulët, mund t'i bëni vetes shumë dëme se sa dobi. Ekspertët cilësojnë hudhrën si një ndikues të drejtpërdrejtë te personat që vuajnë nga tensioni i ulët. Pra, nëse vuani prej tensionit të ulët, hudhra nuk duhet të jetë pjesë e gatimeve tuaja, pasi mund të shkaktojë luhatje të theksuara për shëndetin dhe mund të ndikojnë negativisht në cilësinë e jetës suaj. Personat që kanë probleme të rënda të mëlçisë nuk duhet të fusin hudhrën në gojë. Edhe pse hudhra ka veti të mira antibakteriale dhe antivirale dhe mund të vrasë bakteriet dhe viruset, ajo nuk duhet të përdoret për të parandaluar viruset e hepatitit, pasi mund të ndikojë gjithashtu në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Përkatësisht, disa përbërës të hudhrës mund të shkaktojnë një stimulim në stomak dhe në zorë, të cilat mund të pengojnë sekretimin e lëngut tretës në traktin tretës. Kështu ato ndikojnë në tretjen e ushqimeve dhe përkeqësojnë gjendjen tuaj të hepatitit dhe mund të sjellin gjithashtu probleme të theksuara të shëndetit tuaj. Në këto raste, ekspertët këshillojnë të mos e konsumoni hudhrën, pasi efektet anësore mund të jenë më të mëdha dhe të krijojnë gjithashtu shqetësime të theksuara të imunitetit tuaj. Personat që vuajnë nga sëmundjet e syrit gjithashtu duhet të evitojnë konsumin e hudhrës, pasi mund të sjellë ndikime negative në shëndetin e tyre dhe të sjellë gjithashtu probleme të theksuara. Personat që vuajnë nga sëmundjet e syve, veçanërisht ato të shëndetit të dobët, duhet të shmangin gjithashtu hudhrën nga dieta. Mjekësia tradicionale kineze promovon se konsumi i rregullt i hudhrës në sasi të madhe për një periudhë të gjatë mund të dëmtojë sytë dhe mëlçinën tuaj dhe mund të krijojë gjithashtu shqetësime të theksuara për imunitetin tuaj. Në këto raste, ata këshillojnë të mos e konsumoni hudhrën, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në problemet e veshit, problemet e shëndetit dhe gjithashtu edhe problemet tuaja të përgjithshme. Nëse doni të mbroni shëndetin tuaj, hudhrën duhet ta konsumoni më moderi dhe në këto situata të cilat i përmendëm më herët, ajo nuk duhet të jetë pjesë e dietave tuaja. Allium stavium, e njohur ndryshe si hudhra, është një bimë barishtore 1 vjeçare me kërcellë me gjethe si të preshit që bën një kokë në tokë. Gjithashtu ajo mund t'i japë shumë përfitime trupit tuaj, vetëm nëse nuk përdoret në situata të tepërta, ajo mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë. Konsumi 1 deri në 2 thelpi hudhër në ditë konsiderohet i sigurt. Efekti më i njohur i padëshiruar i hudhrës është aroma e saj e papëlqyer dhe era që ajo lën në frymëmarrje. Konsumi i tepërt i hudhrës, sidomos me stomakun bosh, mund të shkaktojë gjithashtu probleme të zorëve.
Nuk bëhet fjala për një thelpi hudhër, por nëse e konsumoni më shumë se 3 thelpi hudhër në vazhdimsi në mënyrë të tepërt për një periudhë të gjatë kohore me stomakun bosh, atëherë mund të krijohen edhe probleme të tilla të cilat mund të ndikojnë gjithashtu edhe në sistemin tuaj tretës. Janë raportuar edhe dermatita alergjik dhe ekzema nga përdorimi lokal i hudhrës së papërpunuar. Personat që marrin ilaçe kundër mpiksjes së gjakut duhet të bëni shumë kujdes me përdorimin e hudhrës, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mos ndikojë hudhra negativisht në trupin tuaj në këto raste, duhet të evitoni përdorimin e saj. Dozat që rekomandohen zakonisht janë jo më shumë se 2 thelpi hudhër në ditë për të rriturit, pasi në të kundërt hudhra mund të krijojë gjithashtu edhe shqetësime të tepërta të organizmit. Edhe pse hudhra është e dobishme, ajo ofron edhe shumë në fusha të ndryshme të shëndetit, por ka disa efekte anësore nga konsumi i tepërt i saj. Një nga problemet kryesore të dëmtimit të hudhrës gjithashtu është edhe dëmtimi i shëndetit të mëlçisë. Shumë hudhër gjatë ditës mund të dëmtojë mëlçinë duke shkaktuar toksicitet të saj. Ndaj ekspertët këshillojnë të mos konsumoni më shumë se 2 thelpi hudhër në ditë për të evituar këto shqetësime të shëndetit tuaj. Hudhra mund të shkaktojë gjithashtu edhe erë të keqe. Një sasi e madhe e saj mund të çojë në erë të keqe të gojës, por edhe erë të keqe të trupit. Nëse doni të përfitoni nga vlerat e saj, këshillohet të mos e teproni. Përdorimi i tepërt i hudhrës mund të çojë në nauze, të vjella, diare dhe urdhë. Sipas ulëntimeve, konsumi i tepërt i hudhrës në mënyrë të ekstrakteve të ndryshme ose vajit të saj me stomakun bosh mund të shkaktojë gjithashtu shqetësime të nauzeve, të vjellave, diare, urdhë, madje edhe refluks gastroezofageal. Gjithashtu ajo mund të përkeçojë gjakderdhjen. Hudhra është njollues natyral i gjakut duke parandaluar kështu formimin e mpiksjes dhe për këtë arsye mund të ndihmojë në ruajtjen e shëndetit tuaj, por nuk duhet të konsumohet nga persona të cilët marrin edhe hollues gjaku ose që vuajnë nga gjakderdhja, pasi siç dihet efektet e saj mund të jenë të dëmshme dhe të krijojnë gjithashtu shqetësime në dietën e tyre. Ajo mund të shkaktojë hipotension ose presion të ulët të gjakut nëse konsumohet nga persona që vuajnë nga tensioni i ulët ose në sasi të tepërt. Konsumi i rregullt i hudhrës është gjetur të jetë i dobishëm në mbajtjen nën kontroll të tensionit të lartë duke reduktuar kështu edhe presionin e lartë të gjakut. Por ky avantazh i hudhrës mund të kthehet në dizavantazh te personat që vuajnë nga tensioni i ulët, pasi për këto persona hudhra mund të ketë efekte negative në shëndetin e tyre. Duke ulur tensionin ndjeshëm, ajo mund të krijojë probleme shëndetësore te personat që kanë luhatje të tensionit të ulët. Mund të krijojë gjithashtu edhe probleme të djersitjes. Një sasi e madhe e hudhrës mund të shkaktojë djerse të tepërta, edhe pse nuk ka asgjë të keqe me djersitjen, pasi është mekanizmi i trupit për të hequr qafe toksinat dhe ujin e tepërt, duke rregulluar kështu temperaturën e tij. Por nëse konsumoni sasi të tepërt të hudhrës, ajo mund të krijojë gjithashtu edhe djersitje të thekshuara. Nëse keni irritime të lëkurës suaj, sigurohuni që hudhrën të mos e konsumoni më shumë se sa duhet. Aplikimi lokal i hudhrës është gjetur të jetë i dobishëm edhe për lëkurën pasi ndihmon në mbajtjen e saj më të butë me shkëlqim dhe mbronat nga dëmtimet oksidative të shkaktuar nga radikalet e lira. Nëse keni alergji ndaj hudhrës, mos e konsumoni. Ajo mund të krijojë gjithashtu edhe ndryshime të vizionit tuaj. Në këto raste, është të zbuluar se konsumi i tepërt i hudhrës mund të çojë në gjendje të quajtur blefarit, i cili është edhe një problem i theksuar gjatë vizionit. Gjithashtu hudhra e tepërt mund të krijojë gjithashtu edhe dhimbje të kokës. Hudhra, veçanërisht kur rahet e papërpunuar, mund të shkaktojë edhe probleme të migrenës. Edhe pse nuk shkakton drejt për drejt dhimbje të kokës, ajo aktivizon proceset përgjegjëse për këtë. Nëse vuani nga dhimbjet e kokës, hudhra nuk duhet të jetë aleati juaj më i mirë, pasi ndikimet e saj mund të jenë negative dhe gjithashtu të sjellin probleme të theksuara për shëndetin tuaj. Nëse doni të përfitoni nga të mirat e saj, duhet ta konsumoni gjithmonë me moderi. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.